Unë nuk do doja të jepja një parashikim, të jemi sinqert, i takon gjykatës kushtetuese të japi vendimin, sepse as nuk jam një ekspert i kësaj fushë. Po për zotin Veliaj, ajo që doja të thosha që mendoj unë është kjo, zoti Veliaj do duhet ishte shkarkuar atëre kur i mbaruan 3 muajt që nuk shfaqej në detyrë, kur e ka kërkuar te Partia Demokratike, këshilltarët bashkiak në Bashkinë e Tiranës, dhe Partia Socialiste mazhoranca refuzonte që ta pranonte këtë. Kur i duhej kryeministrit, atëherë u vënë në lëvizje këshilltarët bashkiak për ta larguar zotin Veliaj. Që këtu duket që e gjitha është e orkestruar me koreografi të një personi të vetëm, të kryeministrit, kur e bëri kryeministri këtë, kur një ditë përpara u mbyllën hetimet për Erion Veliajin dhe u çua për gjykim. Ndaj është e vështirë mos ta shikosh këtu gjithë këtë koordinimin e gjithë institucioneve të tjera të cilat janë në varësinë e kryeministrit, janë kthyer gjithë në punësat të tij, duke nisur që nga presidenti i Republikës, i cili nuk do duhet ta kishte dekretuar datën për Tiranën, datën e zgjedhjeve, për sa kohë ishte çuar çështja në gjykatën kushtetuese, dhe deri gjithë të tjerët me radhë të cilët janë në urdhrat e kryeministrit. Ndaj ky është absurdi i sotëm, sepse neve vërtet komentojmë çfarë do vendosë gjykata kushtetuese, ose çfarë do thotë njëri institucion, çfarë do thotë tjetri institucion, po ne harrojmë që këtu nuk kemi institucione të lira. Nuk kemi institucione të pavarura të shtetit shqiptar, nuk kemi një balancë pushtetesh. Këtu janë të gjitha në varësi të humorit dhe të nevojave të një personi të vetëm. Dhe kjo mendoj unë është tragjikja që ka ardhur në përkeqësim në Republikën e Shqipërisë. Po, ka një rëndësi për opinionin publik vendimi i gjykatës kushtetuese, sepse nga vendimi i gjykatës kushtetuese do të varet pastaj edhe nëse do të ketë apo jo zgjedhje, apo dhe kur do të ketë, nëse do të ketë zgjedhje për Bashkinë e Tiranës, besoj. Dhe ky është interesi i të gjithë qytetarëve. Po do të ketë në qoftë se kryeministri do që të ketë zgjedhje dhe gjykata kushtetuese do marrë vendimin sipas saj. Unë të jem shumë i sinqert me ju, nuk impresionohem shumë nga këto vendimet e gjykatave, qoftë kur duken si lajme të mira, qoftë kur duken si lajme jo të mira, sepse një qëllim i caktuar i shërbejnë. Natyrisht ka më pas lajthitje si vendimi i presidentit, ku ndërkohë që kushtetuta është e qartë, situata ishte e qartë, ishte çuar çështja në gjykatë kushtetuese, do duhet gjykata kushtetuese pezulloi çdo gjë. Presidenti vazhdonte me atë bëjmë katolik se papa, vazhdonte ekzekutonte vendimet e kryeministrit. Pastaj ka edhe vendime të tjera që janë më pak të lajthitura se ky vendim, nuk e shkeli në mënyrë të hapur kushtetutën, por gjithsesi shërbejnë një personit vetëm. Këtu ne shpeshherë kalojmë jashtë kufive të ligjores, jashtë ndoshta edhe kufive të arsyes. Është një vend ku institucionet nuk funksionojnë dhe kjo duhet thënë. Ne pam se çfarë ndodhi në parlament ditën e djeshme. Një drejt kushtetuese e opozitës për komisionet hetimore sërish u shkel nga mazhoranca aktuale. Do vim te parlamenti. Do vim, po dua të ngelemi pak këtu tek. Thjesht si shembull, domethënë, dhe rasti i zotit Veliaj. Apo po t'i futemi edhe më në detaje çështjeve që ka të hapura zoti Veliaj me drejtsinë. Zoti Veliaj sot duhet ishte para drejtësisë për inceneratorët, për PSD-n, për të gjithë ato shkelje që kanë çuar në futjen e dorës në xhepin e qytetarit, të taksapaguesit të Tiranës. I bëhet fjalë për qindra miliona euro të marra nga qytetarët e Tiranës. Me gjithë këto skemat korruptive. Nuk shkohet për çfarë rrobash, natyrisht dhe ato janë të rëndësishme, po në krahasim me gjithë këto aferat e tjera s'behen edhe rrobat që ka marrë zonja e zotit Veliaj, për cilat ai shkoi fillimisht në SPAK. Se
Një lapsus freudian, për pak e thash skap me emrin e vërtet. E keni kështu si forcë politike ju këto, e kuptoj, nuk ka si problem, nuk ta marr për keq këtë pjesë. Jo, nuk është, shkoni, është atë që kemi ne si forcë politike dhe që ndjen çdo demokrat, pa drejtsinë e madhe që vjen nga këto institucionet e reformës në drejtësi, nga këto institucionet të supozuara të reformuara, këtë padrejtësi që ndjejnë demokratët dhe këtë revolt do duhet ta ndjejnë çdo qytetar shqiptar. Është qytetari shqiptar sot që nuk merr drejtësi në dyert e këtyre institucioneve të drejtësisë. Qartë. Po, më bëri përshtypje një fjalë, se duhet ngelem pak këtu te Velia po te Bashkia, më thelbësisht. Do të ketë zgjedhjet e tij nëse do apo nuk do zoti Rama. Tani, ka ndonjë arsye që zoti Rama të mos dojë të ketë zgjedhje? Po, e ka një arsye. Në qoftë se në sondazhe nuk del mirë, në qoftë se kandidatja e tij ndër më të dobtat ndonjëherë me 5 dosje në SPAK, me gjithë atë skandal në kohën e Covidit, menaxhimin shumë të keq, dhe gjithë aferat e tjera, nëse ajo del shumë më poshtë zotit Binaj, kandidatit që mbështetet nga gjithë forcat opozitare, zoti kryeministër mund të vendosë që mos t'i bëjë zgjedhjet Bashkinë e Tiranës dhe ta mbajë deri në kur t'i vi momenti në 2027. Që do të thotë që zoti Binaj është një kandidat i fortë, po themi, sepse është kandidat i pavarur, i mbështetur nga opozita gjithsesi, por a është ai përballë zonjës Manastirliu? Kishte bërë dhe Washington Post, mos gaboj, një shkrim për zotin Binaj, ku vërtet ngrinte mundësinë që zoti Binaj të ketë edhe një karrierë, po them, politike nisur nga ky hap që po ndërmerr në këtë moment. Pyetja ime për ty, Nikola, është zoti Binaj, Flori, se për ata që e njohin dhe personalisht, na vjen kështu më përmbar Flori. Është një bast i madh politik që në gjuhën popullore quhet edhe bixhoz, apo është një figurë e sigurt për ta vënë, po themi, në krye të punëve të kryeqytetit? Shikoni, preferenca ime do të kishte qenë një figurë politike. Sepse Partia Demokratike është një parti e madhe dhe ka mjaft figura politike të forta të cilat do ta kishin sfiduar seriozisht regjimin në Tiranë dhe kandidaten e regjimit për Bashkinë e Tiranës. Kjo është e padiskutueshme, domethënë, dhe unë ndonjëherë qesh kur diskutohet në mediat në përgjithësi, në diskursin publik, që PD-ja nuk ka kandidat. Është një nonsens jashtëzakonisht shumë i madh. PD-ja është një parti qeverisëse në këtë vend me kapacitete jashtëzakonisht shumë të mëdha, qoftë nga burimet njerëzore, qoftë nga kapaciteti intelektual dhe gjithë këto elementet me radhë, kështu që është e logjikshme që ka figura dinjitoze për t'i nxjerrë në garë dhe madje për ta rrezikuar me tërmend regjimin dhe këtë shtet të madh autoritar. Nga ana tjetër, zoti Berisha, Partia Demokratike kuptuan që ose ranë dakord me këtë kërkesë që vinte nga parti të tjera, që në mënyrë që të bëhemi të gjithë së bashku, të nxjerrim një kandidat ose të mbështesim një kandidat i cili nuk del nga radhët e partive politike. Dhe u provua kjo mënyrë që është provuar edhe në vende të tjera, nuk është se po eksperimenton Shqipëria për herë të parë, duhet të thonë. Ka funksionuar në shtete të tjera, në shtete ndoshta dhe me shumica kaq të mëdha, të paktën shumicë formale e quaj unë, sepse nuk është një shumicë reale, ka dalë nga votime të deformuara, dhe vendosën që të provojnë këtë në Tiranë. Sondazhet e fundit tregojnë që zoti Binaj është shumë afër kandidates që ka përballë. Dhe ndërkohë fushata, po themi, nuk është se është në kulmin e vet, është në fillimet e saj, që vetëm që nuk dihet dhe një datë të caktuar. Po unë do thosha të njëjtën gjë për gjithë emrat e diskutuar, po dhe emrat tjerë nga Partia Demokratike. Unë mendoj se ishin mjaftueshëm të fortë që të dilnin në një rezultat të tillë dhe kjo nuk duhet haruar. Edhe kur të vi momenti për 2027 apo për zgjedhjet e tjera, Partia Demokratike do jetë aty, siç ka qenë për herë, në fushë me kandidatët e vet, me ekipin e vet, e kështu me radhë. Partia Demokratike nuk e lë fushën bosh. E ka bërë një herë të gabim, do jetë në çdo cep të mundshëm që gjen të lirë për ta zgjeruar atë cep, qoftë edhe me 1 milimetër, për të rritur hapësirat e lirisë
të pakta që kanë ngelur në këtë vend. Për ta mbyllur këtë pjesë me Bashkinë dhe me zotin Binaj, duke u referuar atij sondazhi, kam përshtypjen që po i referohemi të njëjtit sondazh, a prishin punë kandidatët e tjerë për kryetar bashkie, zoti Qori më shumë dhe ndoshta zoti Marko Dajti, tani nuk e di sa mund të prish punë. Po themi në atë përqindje, pra ato vota që nuk i shkojnë opozitës, po i shkojnë zotit Qori, po themi, që ta themi thjesht. A mendoni ju se prishin punë? Po, nëse prishin punë, ndoshta zoti Qori merr votat e një elektorati të caktuar. Aq më tepër kandidati tjetër në garë, zoti Dajti, i cili është i përket Partisë Komuniste, në mos gaboj, apo një varianti të saj. Ndaj janë një elektorat, po themi, i caktuar, specifik, që nuk është se ka ndonjë lidhje shumë të madhe ideologjike me Partinë Demokratike apo me aleatët e vet, të cilët janë nga qendra vetdjathtas në një farë mënyrë. Ndoshta duke ardhur, sepse tani, siç e thash, jemi në fillim të kësaj. Sa më shumë afrohet data e zgjedhjeve, kurdo që të kemi një datë zgjedhje, qytetari bën edhe këtë logjikën e votës së vlefshme dhe thot, vërtet zoti Qori është për të vlerësuar për qëndresën e tij, koherencën dhe gjithë shka paraqet ai për sa i përket këmbguljes politike, se unë nuk ndaj asgjë me idetë e tij. Po fundja, ky është arshyetimi që besoj unë bëjnë votuesit gjithmonë, nëse ne japim këtë votën zotit Qori, kush do jetë pasoja më pas? Është një mandat për zonjën Manastirliu, i prishet punë kandidatit që ka më shumë gjasa, dhe njerëzit bëjnë këtë arsyetim gjithmonë, është një rregull ky në zgjedhje, në fushata, që shkojnë tek ajo vota e vlefshme dhe mendojnë që duke ia dhënë Flor Binajt të rriten gjasat që të ketë një goditje ndaj kësaj shumice autoritare në pushtet. Ndaj, nëse në fillim të fushatës diferenca është vetëm 2%, që mund të jetë brenda margjit të gabimit, nuk jam i sigurt se ishte margji i gabimit, duke ecur dhe duke u afruar në datën e zgjedhjeve, gjitha gjasat janë që Flor Binajt kaloi përpara Ogerta Manastirliut. Mirë, përpara se asnjë arsye sepse mos të kaloj përpara. Unë e kam thënë gjithmonë se dua ta shtoj edhe këtë detaj se mendoj është e rëndësishme, sepse thuhet nëse se fiton Binaj, i bie që nuk jemi në një regjim autoritar apo gjys autoritar etj me radhë. Çdo regjim, natyrisht jo diktatorial siç është në Korenë e Veriut apo në format më ekstreme të tij, në Kuba apo nuk e di, në Bielorusi, çdo formë gjys autoritare regjimi mundet, nëse se ka një dallgë aq të madhe votash, sa të minimizoj, po themi, ose të zbus efektin e manipulimeve ose të deformimeve. Nëse kemi për herë të parë gjithë forcat opozitare të bëra bashkë në mbështetje të një kandidati të caktuar, gjasat janë që çdo formë manipulimi, çdo formë presioni të zbehet, të minimizohet. Edhe në Venezuelë, që ka një formë shumë të egër të represionit, të autoritarizmit, të diktaturës, atje opozita u bë bashkë, duke lënë mënjan edhe disa ndasi mbase ideologjike, mbështetën një kandidat të caktuar dhe arritën ta faktonin që rezultati i zgjedhjeve presidenciale atje ishte ai që thoshte opozita dhe jo ai që thoshte Maduro. Ndaj edhe në këto forma më të egra regjimi ndodh që regjimi të kriset, të ketë një shenjë dobësi ose një shenjë mundje tek ai. Kështu që nuk është e pamundur dhe unë këtë ftesë do t'i bëja çdo qytetarit të Tiranës që do të japi një sinjal të revoltës së vet, një sinjal edhe në kërkim të një Shqipërie shumë më demokratike, po edhe një sinjal për një Tiranë krejt ndryshe. Ne të gjithë shikojmë se sa e vështirë është jetesa në Tiranë, rrugët, mungesa e ujit, domethënë janë shqetësime bazike, të cilat nuk i gjen asnjë vend të Europës, janë të krahasueshme me shqetësimet që mund të kenë qytetarët në vendet e ndryshme afrikane. Qartë, përpara se të shkojmë tek ajo se çfarë ka ndodhur dhe pritet të ndodhë në kuvend sipas diskutimeve në opinionin publik mes opozitës, mazhorancës e tjerë,
një moment për të ndalur tek Lulzim Bashaj, ish kryetari i Partisë Demokratike, i cili ditë e djeshme u shfaq befas në SPAK gjatë pasdites, si person në dieni, me sa duket, siç raportojnë të gjitha mediat, ndoshta me burim nga prokuroria e posaçme, besoj patjetër, se nuk mendoj që është spekulim, për çështjen e 21 janarit. Tani, se Basha është edhe një figurë pak e vështirë për të analizuar. Pyetja ime është, me qënë se nuk rregulloi dot gjë, a mund të prishi punë? Po themi në këtë rast? Po, nuk besoj se ka ndonjë punë për të prishur zoti Basha. Më vjen mirë që dhe prokurorët e SPAK-ut e njohin vështirësinë e tij me orët e hershme të mëngjesit dhe e kishin lënë mbasdite thirrjen. Po, unë mendoj këtë gjë për 21 janarin, dhe ky është një mendim shumë personal i imi. 21 janari ishte një puç shtetëror, i organizuar nga grupe të ndryshme politike, ndoshta dhe brenda qeverisë Berisha, dhe këtu citoj ish ministrin Arben Imami, që ka thënë dhe publikisht në media, duke fajsuar ministrin e brendshëm të asaj kohe, si pjesë e këtij puçi, dhe unë mendoj se do duhet të hidhet dritë mbi 21 janarin për të nxjerrë këtë të vërtet në dritë, për të parë të gjithë elementet e këtij puçi, ku disa grupime të caktuara tentuan që të rrëzonin një qeveri të ligjshme të Republikës së Shqipërisë. Qartë. Mirë, Nikola. Dhe mendoj Partia Demokratike dhe zoti Berisha, sepse kanë thënë vet ai, janë më të interesuarët që të zbulohet e vërteta se çfarë ka ndodhur vërtet në 21 janar.